për Energji në mbledhjen e 4 të mbajtur gjatë kësaj të marte ka miratuar të hyrat e lejuara maksimale për operatorët energjetik në vend. Sipas ZRE-s, gjatë vitit 2025 është rritur nevoja për import të energjisë si pasojë e remonteve në korporatën energjetike të Kekut dhe të rritjes së kërkesës për konsum. Për operatorin e transmetimit kost, të hyrat e lejuara janë përcaktuar në mbi 76 milion euro dhe janë miratuar me 5 vota për o. Ndërkaq për operatorin e shpërndarjes KEC, kërkesa fillestare prej mbi 235 milion euro është ulur në rreth 186 milion euro, pas një analize të detajuar të kostove, investimeve dhe humbjeve në rrjet. Në këtë mbledhje janë miratuar edhe të hyrat për Keskon për vitin 2025 në vlerë prej rreth 442 milion euro. ZRE thekson se këto vendime nuk lidhen me uljen e kostove për konsumatorët, ndërsa tregu i lirë i energjisë do të vazhdojë të funksionojë.